Dikush luajti me dinakrin, dikush luajti me shpirtin artistik, dikush luajti me sinqeritetin, edhe dikush luajti me më të bukurën e njeriut, që mund të ketë brenda, që është ndjenja, që mundet... Nuk quhet lojë me ndjenjë? Jo. Ne luajmë me të vërtetën brenda nesh. Tani. Qitë shpun keqin dhe rynë o mirë. Tani, mua më pëlqeni... Jo, mua më pëlqen loja e secilit prej jush. Tani në fund do të shohim se kush është fituesi dhe humbsi, por e rëndësishme është... Tu s'ka humbsa, këtë janë të katër... Dëgjo. Çfarë... Tu s'ka humbsa. Po mirë pra tani ta bëj unë këtë, ta mbaroj unë, se unë e nisa me një proverb jo më kot. Respektojeni vlla miq, ju që jeni miq që vini nga jashtë, ju s'dini me respektu tujt, po dhe me na respektu ju ne. Po dhe ti tani unë nuk të ndërhyra zotrin. Leni këtë Po hipokrite. dakord pra, po unë nisa me filmin, nuk e thash unë. Edhe tu e kam serios. Dakord pra, tani lëfarë na bëf mirë.